Përshëndetje, vllazën e motra, kudo që jeni. Ju uroj shëndet, ju uroj këtë fund viti e këtë festa t'ju gjejnë shëndoshë mirë. Sot, po e bëj këtë video për t'ju treguar se që po edhe tek Fol Shqip Show, unë kam shkruar një libër. Ky është libri, është edhe në anglisht, edhe në shqip. E kam shkruar anglisht për një arsye, sepse ky libër është dërguar në OKB bashkë me një dhuratë, e shkruan edhe brenda për t'ju njoftuar se përse flitet për dhuratën. Në emër të popullit amerikan, në emër të popujve të botës, në emër të popullit evropian, në emër të popullit rus. Kjo, sepse nuk deshta ta ndaj nga Europa, popullin rus, sepse është Europë. Nuk kam hyrë në detaje historie fare. Kjo është libri jetës time, siç do ta lexoni unë jam një njeri që e kam mundur vdekjen 2 herë, bashkë me lindjen, domethënë 3 herë. Pra, ka një domethënie shumë të madhe libri, po unë nuk njerëzit që kanë dëgjuar historinë time dhe doktorët më shumë më kanë shtyr që unë ta shkruaj këtë histori, ta mësojnë njerëzit, sepse në qoftë se jeta i ka vështirësitë e veta, po vlera e jetës është më e madhe se sa vështirësitë, sepse ndodh vetëm një herë. Pra, ty jetë nuk ka kërkush, kështu si mos dasht me kalu shumë vështirësi, të cilat do lexoni që unë sot të mund t'ju flas ju. Dhe ma ka plotësua Zoti dëshirë të bëj punën që unë kam dëshirë, që kam pas dëshirë që fëmijë, artin, prandaj edhe po e bëj këtë bisedë me ju nga vendi i punës time. Por fatkeqësitë e mia tjetës, unë duhet bashkë me ndihmën tuaj të shndroj në një mirësi, në një shpresë për fëmijët e smur, pikërisht për fëmijët me kancer. Të ardhurat e librit tim, me shumë dëshirë, unë do i dorëzoj si shkruaj libri për fëmijët të smur. Por dëshira e madhe është të ndërtojmë një spital onkologjik mbar kombëtar në trojet shqiptare, që populli të mos ketë nevojë që çdo muaj, çdo ditë, çdo vit, sepse janë shtu shumë raste të mbledhi para bile për shumë nuk mbledhen fatkeqësisht edhe fëmijët ikun nga kjo jetë, vetëm se nuk kanë një vend të trajtohen. Vjet për një kushinjë të vogël timin u mblodhen 260.000 euro. U dërgu në Itali, por ato lek u investu në Itali. Dhe vetëm paramendojeni se sa për gjithë ata fëmijë që janë smurë, për gjithë ato para që shqiptarët kanë dhënë, kanë ikë nga duart tona, vetëm se s'kemi një spital. Është e vërtetë që spitali kushton miliona. Po është më e vërtetë se shqiptarët me zemrën e mirë që kanë mund të mbledhin miliarda. Po mjafton që ato mos shkojnë aty ku nuk duhet. Për me arrit këtë, më është dashur të marr avokat, Ilia Kondi, një djalë shumë i mirë, i cili kur e diskutuam tha po, tha nuk muj me të marr, tha sa kushton procesi, tha.
unë do të marrë gjysmën. Me gjitha ta, se a do na japin të drejtën e krijimit fundit gjykatësit, apo jo është në duart atyne, dhe më thënë nuk kena na gjanë durë, se kjo punë nuk bëhet me i marrë popullit paret, e mos me kanë të lishme. Kur i drejtosh popullit dhe me pas zemrën e bardhë. Unë e kom vendos në emër këty nevojtjeve t'i drejtohna popullit shqiptar që ta realizojmë. Për çdo gjë, kur gjykata të na japin të drejtën për të hapat fond për atë spital dhe vetëm për atë spital. Në qoftë se mblidhen para që nuk arrihet shuma e spitalit, në bashkëpunim me qeveritë e dy vendeve, Kosovës dhe Shqipërisë, ato do të përdoren për 2 pavionet onkologjike për fëmijë, të cilat mund të zgjidhin edhe ato problemin, por nuk e zgjidhin komplet problemin. Shumë e drejt mund të thonë shteti i ka në dorë me i bën këtë jo populli, po shteti fatkeqësisht nuk na ndihmon këtë drejtim. Ne me një marrëveshje, kur ne ta realizojmë spitalin, shtetet do jetë detyruar për me mirëmbajt fëmijët shqiptarë të krejta trevave shqiptare kudo që janë, të trajtohen pa paguar, dhe më thonë falas, në qoftë se arrin një nivel si kur spitalet e tjera, se specialistat shqiptarë në përbot janë ndër më të mirët, pra mund të krijojnë kushte aty që të vinë edhe fëmijë nga jashtë. Por ai nuk është kusht që fëmijët që vinë nga jashtë t'i paguajnë as shteti i Shqipërisë as shteti i Kosovës. Le t'i paguajnë o populli nga vjen ai fëmijë, ose t'i paguajnë shteti nga vjen ai fëmijë. Ne kushti jonë është që fëmijët shqiptarë me kancer të trajtohen në atë spital falas. Në qoftë se janë mundësit, t'i krijohen kushte edhe prindit, gjithmonë njënit prind, që t'jenë afër fëmijës. Sepse, siç do ta lexoni në libër, unë kur isha i vogël, 6 muaj paralizum, nuk isha askënd afër. Përveç njeriu të bekum, Zej Markës, e cila për mua ka ngel ikonë një tjetëve. Ashtë zoj i meraj, gruaja kushinit të Pjetërnika, cilë që përshëndes shumë. Do jem për jetë mirë njohës. Kjo është dëshira ime. Në këtë pamje që do shihni në fotografi janë 4 shqipunje, ku si përshkruhet Besa, dhe ta lexoni në libër se pse shkruhet Besa, të cilat u thash janë dërguar në KB në Amerikë, Kongres Amerikan, Parlament Evropian, në Kremlin, si një njeri që jam kthyer nga ajo botë, ju dhash një mesazh, një rast kisha e shkruajta që në të ardhmen të kemi një botë pa armë, pa luftra, një botë kur njeriu mos ta ketë më frikë njeriu, se kjo është e tmerrshme. Zoti na dha ndërgjegjen, dhe më thonë të kontrollojmë gjithçka në tokë, edhe ne, po kthehemi sikur ja u kem zili kafshëve dhe jemi kthyer kundër çënjes tonë. Po e shihni çfarë bëhet për ditë. Por ato janë gjëra që duan shumë mendje të zgjuara, shumë zemra të mira për më realizue, ato nuk i kemi në dorë ne kemi në dorë atë spital të mund ta realizojmë. Ta ky të bën shembull për të gjithë njerëzit me zemër të mirë, me mendje të pastër shqiptare,
që ndoshta të filloj Bashkimi i Shqiptarëve nga ky projekt. Si që keni parë në foto, unë kam njerëz të mrekullueshëm rreth vetit. Dhe besomni, ata nuk rrinë me një njeri që nuk e meriton. Nuk duhet lavdëroj vetën, duhet lavdëroj ata. Që unë shpresoj që do më ndihmojnë. Ja u kom paraqit projektin dhe u paraqit prap. Po, ata njerëz nuk e kanë nevojën e spitalit që unë po ju thom ta bëjmë. Asun. Nuk e kam nevojën atij spital. Fëmijët e mi, nipat e mi, kur nuk do të shërohen në atë spital. Larg kuft. Prandaj i kërkoj krejt njerëzve që kanë qoftë edhe 10.000 lekë shqiptare, 5.000 kur të vinë dita që të shpallet thirrja, të investojnë. Unë jam një njeri thjesht, por kur ju ta lexoni librin, nuk do jem më njeri thjesht. Dhe prandaj e kam marrë këtë iniciativë. I lutna Zotit që gjykata në Shqipëri të jetë në favor tonë. Ju me thirrje ta shpërndani këtë video kudo mundeni ju që ta dëgjojnë sa më shumë shqiptarë. Për mua ka ndodhur 2 mrekulli ose 2 e gjys, mos thom 3. Une ja kam përbërsh kësaj bote një mrekulli. Inshallah ndodh. Respekt.